Më shumë se 170 qytetarë të moshave të ndryshme gjatë këtij muaji kanë përfunduar në njësinë urgjente të Spitalit të Gostivarit për shkak të lëndimeve që kanë marrë nga terrenet e ngrira dhe të rrëshqitshme nga borra. 10 prej tyre janë dërguar për trajtim në klinikat e Shkupit për shkak të seriozitetit të frakturave që kanë marrë në pjesë të ndryshme të trupit dhe një është dërguar në Spitalin Special Ortopedik në Strug. Ndërkaq raste tjera që kanë pasur me shtypje për dredhje apo thyerje më të lehta të eshtrave janë trajtuar në Spitalin e Gostivarit. Kështu njofton udhëheqësi njësisë urgjente në Spitalin e Gostivarit, Dr. Adnan Xhabiri. Unë mund të përmendi si statistik, domethënë për numri i pacientëve tek ne për muajin janar flasim që është paraqitur me ankesa për shtypje dhe distorzion, gjithsesi për dredhje është 103. Numri i pacientëve i cili është paraqitur me fraktura dhe është trajtuar këtu në spitalin tonë nga ekipi jonë është 57. Numri i pacientëve i cili është paraqitur me fraktura të tipit më të veçantë dhe në lokalizime anatomike më delikate që janë transportuar për Shkup është 10 dhe numri i pacientëve të cilët janë transportuar në Ohër në spitalin Sveto Erasmo është 1. Nganjëherë me një kujdes shumë të vogël mund të shmangim probleme shumë të mëdha. Apel për qytetarët të kenë kujdes. Ne shpesh kërkojmë fajin ndonjëherë ke dikush tjetër, por mirë është fajin edhe përgjegjësinë ta fillojmë tek vetvetja. Shumë pacientë kemi pas me fraktura të cilët janë lënduar në shtëpi para oborit vet. Prandaj të gjithë së bashku duhet të jemi më të kujdesshëm dhe të gjithë së bashku të kontribuojmë gjithsecili për përgjegjësitë që na takojnë me qëllim që të minimizojmë numrin e të lënduarve. Ai përsërit apelin për më shumë kujdes gjatë orëve të vona dhe mëngjeseve të hershme kur temperaturat shënojnë ulje dhe rrugët janë më të ngrira. Apeli ju drejtohet më tepër të moshuarve, jo vetëm për shkak se ata kryesojnë në listën e të lënduarve, por edhe për faktin se frakturat e tyre mund të jenë edhe me epilog fatal. Është edhe një apel për qytetarët, domethënë të kenë kujdes, të shmangen lëvizjeve të panevojshme, të limitohen në lëvizjet të cilat janë të domosdoshme, lëvizjet të realizojnë duke e paramenduar se ka një terren ku ecin të vështirë, të rrëshqitshëm, të jenë më të koncentruar në lëvizje. Duhet të kemi gjithashtu parasysh dhe një kujdes të veçantë tek moshat, ke grup moshat, për shkak se moshat e vjetra shpesh bëhet shkak një frakturë, për shkak të komorbiditeteve, gjithsesi smundjeve tjera që kanë ata, siç është diabeti, një kardiomiopati kronike, një zemër e dobët, një sindrom obstruktive pulmonare, një probleme mushkërore, do të thonë kanë disa smundje tjera, dhe bëhet shkak një frakturë e femurit, për shembull e qafës, e kokës femurit, që të mbarojë ai pacient me fatalitetin më të madh siç është vdekja, exitus. Me këtë rast edhe nga sektori i punëve të brendshme tetov përsërisin apelin që qytetarët kenë kujdes në qarkullimin e tyre dhe të reduktojnë daljet e panevojshme nëpër rrugë për shkak të shtresës së ngricave që krijon acari dimror, i cili rrezikon shëndetin dhe mirëqenien e tyre, ndërsa drejtuesve të automjeteve ju bën thirrje që të përshtasin shpejtësinë e automjeteve me kushtet e rrugës.